Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Sot me një video ekskluzive do sjellim pranë jush jetën e Gjestit. Kush ka qenë Gjesti? Nga ku vije Gjesti? Me çfarë është marrë Gjesti? Bashkëfshatarët e tij, komshinj, zonja, zotrinj të nderuar kanë folur, kanë dhënë intervista për prive për jetën e Gjestit, për të kaluarën e Gjestit, për ato momente të vështira që ky djalë ka pas. U gjykua shumë si një djalë me 4 klasë shkollë. U gjykua shumë si një djalë që nuk ka dieni shkollore. Por ndonjëherë ne jemi njerëz të cilët flasim më shumë se ç'duhet, duke mos e ditur prapavijën, duke mos e ditur situatën, duke mos e ditur ngjarjen dhe nuk mendojmë që e lëndojmë tjetrin me fjalët që i themi. Gjesti nuk e ka takuar familjen e tij 6 muaj. Do me thënë, hyrja në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova për Gjestin ka qenë e rëna me shkelm e fukarallikut. Gjesti e ka bërë këtë gjë vetëm për një arsye, që të nxjerrën familjen e vet nga situata e rënduar që janë në jetë. Do me thënë, babai i Gjestit vazhdon të jetë një njeri punëtor, i cili me kratë të punës, me aq sa ka patur mundësi, ka rritur këto 3 fëmijë dhe ju ka lënë një shtëpi, është munduar që t'ju bën një shtëpi. Nëna e tij, zonja Sebahat, e cila me mishe, me shpirt, ka punuar që fëmijët t'i nxjerrën në dritë të mirë, të dashur, pozitiv dhe pa turpe, aq sa kanë mundur në një fshat, janë munduar që të sigurojnë një të ardhme. Gjesti e ka parë si mundësi të vet me Big Brotherin për të rregulluar jetën e tij. Në Big Brother VIP Kosova ju çonte mesazhe prindërve duke i puthur, duke ju thënë që më prisni edhe pak se po vi, por edhe një mundësi më e mirë i erdhi Gjestit në Big Brother Shqipërinë që tashmë të shndrohet në një fenomen, do me thënë nuk ndodhen kot kjo gjëja, ka vendos Zoti t'i ndihmon në këtë formë dhe po i ndihmon, dhe sot po e shohim Gjestin më të ndërtuar se kur, dhe sot po e shohim Gjestin më të bekuar se kur. Jeta e Gjestit është një jetë shumë e rëndë dhe e vështirë. Një djalë me ëndra shumë, me botë të madhe për të ardhmen e tij. Por jeta ja robëroi të gjitha dëshirat dhe pasionet që ai kishte. Që kur hyri në Big Brother Kosova, Gjesti nuk e takoi më familjen e tij. Ai ka 6 muaj që nuk i ka parë familjarët dhe ato as që kanë qenë të informuar për të birin e tyre që do të hynte në Big Brother VIP Albania. Komshin të flasin me fjalët më të bukura për Gjestin. Ka qenë një djalë i zgjuar, i lëvizshëm, i shkathët e inteligjent. Por ne nuk i kemi thonë Gjesti, por i kemi thonë Besart, Besi. Ka qenë shumë i lëvizshëm, ka qenë shumë inteligjent. Nuk ka bo probleme të mëdhaja, si me thonë, me bicikleta, me lëvizjet vogla, luante me top, punë që janë për fëmijë. Por mbi të gjitha, edhe atëherë vëreshte që është shumë inteligjent. Gjesti nga fshati si i rinte në përfushat e fshatit ku ka ruajtur bakti. Dikujt mundet edhe mos t'ja merr mendja, por ai këtë fakt nuk mundohej që ta fsheh. Mura në Big Brother i kujtoi atij të kaluarën kohën kur në livadhet e Pavelanit, fshatit të tij, Gjesti ruante lopët. Në fakt si ruante sepse si një sherr që ai është, edhe me lopët bënte dallavere. Një pikë tjetër që Gjesti nuk hezitoi ta tregonte, ishte edhe lidhja e tij e ftohtë me shkollën. Shokët e mëhallës, që ishin dëshmitar të shkollës së tij, tregonin që ai rreth e qark objekt të shkollës ka ndenjur, ndonse jo me libra, Gjesti si i ri ju desh që të punoj.
Kushtet edhe rrethanat e fshatit e detyruan atë që në moshë të hershme të punojë. Njëra zonjë nga fshati thot: "Gjesti është Flori djalë. Kushtet e dobta e bën atë që të mos shkollohet, se me pas kushte, ai që të shkollohet e të bëhet i zoti, ku me pas ditë ku kishte mbri thot, po gjesti prej në fëmijëri, prej në moshë të vogël, i ka hyrë babës ndër krah, e punonte lante makina, edhe 50 cent kur i fitonte, ishte gëzimi i tij më i madh. Ja çonte nënës së vet me bler bukën." Unë ndonjëherë kur i shoh që po jep këto intervista, thot unë veç për familjen teme. Do me thënë, uroj që të arrini të kuptoni më të mirën e këtij mesazhi. Gjesti vjen nga një jetë pak e vështirë. Nuk është turp të jesh i varfër, është krenari të jesh i varfër, është dhurata më e bukur që mund të të falën Zoti, sepse me varfëri ti e kupton vlerën e jetës. Unë dua të përshëndes në këtë rast babain dhe nënën e Gjestit, sepse ndoshta nga këto intervista ato mund të ndjehen edhe keq, mund të lëndohen, por jo, ju duhet të ndjeni prindërit më të gëzuar në këtë rast, sepse keni rritur një talent, keni rritur një djalë që nuk u krenon vetëm juve, por na krenon të gjithë ne shqiptarve, një djalë që po sakrifikon gjithçka për familjen, dhe inteligjenca e Gjestit ka arritur që të kupton që familja është e shenjtë, edhe është dhurata më e bukur që Zoti e ka dhënë në këtë univers. Dhe duke i patur këto tipare, duke patur këtë natyrë, Gjesti arrit të bëhet fenomeni, të shndrohet në fenomenin dhe të jetë një djalë i bekuar, një djalë i mrekulluar, i duartrokitur nga të gjithë dhe duke marrur dashurinë e të gjithëve. Unë jam shumë i lumtur që në fakt po sjell këtë histori. Gjesti ka ruajtur edhe bagti, Gjesti ka ruajtur edhe lop, dhe nuk është turp të ruash bagëtin, nuk është turp të ruash lopën, nuk është turp të tregosh anën tënde tjetër, sepse ku ka dhuratë më të bukur për një njeri që të bëj vepra kaq madhore dhe kaq hyjnore, duke treguar qënjen e tij, duke treguar shpirtin e tij. Dhe Gjesti prandaj është në Big Brother, e para të rregulloj jetën e familjes së tij, sepse është detyruar që të punojë edhe në një lavash makinash që të siguroj lek për babain dhe të siguroj lumturi në familje, dhe më pas të rregulloj në përgjithësi ëndrrën e tij që ka muzikën. Do me thënë të gjithë ta mbështesim Gjestin, është një djalë i ri që vjen nga një familje, le të themi, e varfër, që kanë punuar me djers e me nder për të siguruar qoftë edhe atë 50 cent, dhe ky djalë Zoti sot ja ka hapur rrugët vetëm e vetëm që të ndjekën ëndrrën e tij dhe të ndihmon familjen e tij. Prandaj në takim ja tha motrës kur e përqafoi, të kam premtuar që do të blej makinë. Do me thënë, janë djerë të neglizhuar, janë djerë të parealizuar kur i kanë parë njerëzit e tjerë në fshat. Në fakt, unë jam i prekur emocionalisht nga kjo ngjarje, sepse kur e shoh që një djalë 24 vjeç po lufton me gjithë shpirtin e tij, me gjithë qendjen e tij, është në gjendje që të rri edhe një vit i izoluar vetëm e vetëm të siguroj të ardhmen e familjes së tij. Kjo është një mrekulli që mund të ndodhen. Andaj le ta mbështesim Gjestin, le ta duartrokasim Gjestin dhe le t'ju tregojmë të gjithëve që Gjesti është i paritshëm, ja vlen.